Unë nuk e shfaqsoj veten time, se epshi është shumë nxitës për të keqen, përveç atë që ka mëshiruar Zoti im, se Zoti im është që fal e mëshiron shumë. Mbreti tha, më sillni mua atë, thjesht ta veçoj për veten time, ja sollën Jusufin, e pasi që bisedoi me të, tha, tash ti ke pozit dhe i besueshëm. Ai Jusufi tha, më caktoa mua përgjegjës të depove të vendit, unë jam besnik i dijshëm. Dhe kështu ne Jusufit i dham pozit në vend, në Egjipt, zinte vend aty ku dëshironte. Ne e pajisi me të mira tona atë që duam, e ne nuk u humbim shpërblimin punëmirëve. Po shpërblimi i botës tjetër, gjithsesi është shumë më i mirë për ata që besuan dhe ata që u friksuan dhe u ruajtën. Dhe pas një kohe, vinë vëllezërit e Jusufit e hynë tek ai, e ai i njohti, ndërsa ata nuk e njihnin. E pasi i furnizoi me të gjithë artikujt e nevojshëm, me barë drithi për të cilin kishin ardhur e tjera, u tha, më sillni një vëlla tuajin që e keni nga baba, a nuk e vëreni se unë vërtet u plotsoj barën, peshojnë, dhe se unë jam mikpritës më i mirë. E nëse nuk ma sillni atë, vëllaun, ju nuk do të merrni tek unë barë drithi për ushqim, e as mos ju afroni vendit tim. Ata thanë, ne do të përpiqemi për të, për ta marrë, te babai i tij dhe gjithsesi ne do të bëjmë atë. Ai, Jusufi, djalmoshave të tij shërbëtor, u tha, vëni e madhen e tyre, barën që kishin sjell për të bler drith, në barët e tyre, ashtu që kur të kthehen te familja e tyre, t'i hapin barët, ta njohin e ndoshta do të kthehen sërish te na. E kur kthyen te babai i tyre, than, o baba ynë, po na ndalohet barra, drithi, lejoni të vi me ne vëllau ynë, Binjamini, që të marrim ushqim, e ne do të ruajmë atë nga çdo e keqe. Ai, Jakubi, tha, a tu besoj për këtë, vetëm sikurse u besoa më parë për vëllain e tij Jusufin, po Allahu është mbrojtësi më i mirë dhe ai është mëshirues i mëshiruesve. E kur i hapën barët e tyre, e gjetën mallin e tyre që ju ishte kthyer dhe thanë, o ati ynë, çka duam më tepër, që ky është malli ynë që na u kthye, do të furnizojmë me dritë familjen tonë, do ta ruajmë vëllain ton dhe do ta shtojmë një barë deveje, e kjo është sasi e lehtë për shundimtarin. Ai, Jakubi tha, unë kurse si nuk e dërgoj atë me ju, derisa të ma jepni besën e fortë në Allahun, se gjithsesi do të ma ktheni atë mua, përveç nëse u diktojnë rrethanat e nuk mundeni. E kur ata i dhan besën, u betuan, ai tha, Allahu është garantues për këtë që e tham. Po ai, Jakubi tha, o bijtë e mi, mos hyni në Egjipt për një derë, po hyni në për dyer të ndryshme. Unë nuk mund të largoj për jush asnjë send nga caktimi i Allahut, vendimi nuk është i tjetër kujt vetëm i Allahut, vetëm atij ju u ka mbështetur dhe vetëm atij li të mbështeten ata që besuan. Dhe ata hyn ashtu si porositi babai i tyre, po ajo nuk ishte gjë që do t'u ndihmonte asgjë nga caktimi i Allahut, përveç një dëshire të Jakubit që e kishte në vete dhe e kreu. Po ai, Jakubi, ishte i dijshëm për te, nga se ne i kemi mësuar për atë, por shumica e njerëzve nuk e din. E kur hynte Jusufi, ai, Jusufi, e afroi pran vete vëllaun e vet, Binjaminin, dhe i tha, unë jam vëlla yt, e ti mos u pikëllo për atë që ata vepruan. E kur i pajisi ata me pajimet e tyre, e vuri tasin, gotën, në barën e vëllait të vet, e pastaj një thirrës tiri, o ju devegjin, ju jeni vjedhës. U kthyen devegjint dhe than, çka keni humbur? 72. Shërbëtorët e sundimtarit than, kemi humbur tasin e sunduesit, e kush e sjell atë tasin ka shpërblim, një bar deveje dridh. Unë vet jam për këtë garantues. Ata, vëllezërit e Jusufit, than, pasha Allahun, ju e dini se ne nuk kemi ardhur për të bërë shkatërime në tokë dhe nuk jemi vjedhës. 74. Shërbëtorët than, nëse jeni gënjeshtar, çfarë duhet të jetë ndëshkimi atij që ka vjedhur? Vëllezërit than, dënimi i tij është vet ai të robërohet në barën e të cilit gjendet,
kështu ne i dënojmë të padrejtit. Dhe filloi kontrollimi në barët e tyre përpara barës së vëllait të vet, e pastaj e nxori atë tasin nga bara e vëllait të vet. Kështu ne e mësuam ta planifikoj Jusufi. Sipas ligjit të mbretit, atij Jusufit nuk i takonte ta ndalte peng vëllain e vet, përveç kur është dëshira e Allahut. Atë që duam ne e lartësojmë shumë në dituri, e mbi secilin të dijshëm ka edhe më të dijshëm. Vëllezërit thanë, në pas vjedhur ky, ka pas vjedhur më parë edhe një vëllai i tij. Jusufi këtë e mbajti fsheft në vete e nuk u zbuloi atyre dhe tha, ju jeni në pozitë më të keqe, këtë e tha me vetvete e jo atyre. Allahu e di më së miri për atë që tërlloni. Ata thanë, o zotëri, ai ka një bab shumë të vjetër, pra në vend të tij na merr njërin prej nesh. Bëne këtë të mirë se ti e prej atyre që bëjnë mirë. Ai, Jusufi, tha, Allahu na ruajt, të marrim tjetër posa atij te i cili e kemi gjetur teshën tonë, ne atëherë do të jemi të padrejt. E kur e humbën shpresën prej tij, u veçuan për t'u konsultuar. Më i madhi i tyre tha, a nuk e dini që babai juaj ka marrë prej jush besën në Allahun, e më parë çfarë padrejtësish keni bërë ndaj Jusufit? Unë pra nuk ndahem kur prej kësaj toke të Egjiptit, deri që të më lejoj babai im, ose të vendos Allahu mirë për mua, e ai është gjykatës më i drejtë. Ju ktheuni te babai juaj dhe thuani, o atë ynë, djalë yt vodhi, ne dëshmojmë vetëm për atë që dim, e për të fshehtën ne nuk ishim roje. Ti dërgo e pyeti banorët në qytetin ku ishim ne, po ashtu edhe ata me karavanin me të cilin kemi ardhur. Ne jemi të drejtë, që të themi? Ai, Jakubi, tha, jo, çështja nua lehtësoi epshi juaj, mua nuk më ka mbetur tjetër, durimi mirë, është shpresë që Allahu do të misqet të gjithë, ai është më i dijshmi, më i urti. Dhe u aktheu shpinën e tha, o dëshprim i im për Jusufin, dhe nga pikthimi i u zbardhën të dy sytë, po i përmbajtur nga pikëllimi. Ata thanë, për Allahun ti vazhdimisht e përkujton Jusufin, derisa do të semurësh rënd e të shkatrohesh. Ai, Jakubi, tha, unë hidhërimin tim dhe pikëllimin tim i aparashtroj Allahut, e unë di për Allahun atë që ju nuk dini. Jakubi u tha të bijve të vet, o bijt e mi, shkoni dhe hulumtoni në Egjipt për Jusufin dhe vëllain e tij, e mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahit, pse vetëm populli jo besimtar e humb shpresën në Allahun. Shkuan, e kur hyn tek ai i than, o ti zotëri, neve dhe familjen ton në ka goditur skami e vështirë, e kemi ardhur me një mall të vjetër, e ti pra na mbush masën, barën dhe na dhuro, Allahu i shpërblen ata që dhurojnë. Ai, Jusufi, tha, a e dini çka keni bërë me Jusufin dhe vëllain e tij kur ishit ignorant? Ata than, ati e vet Jusufi, ai tha, unë jam Jusufi e ky është vllai im. Allahu na dhuroi shpëtimin, se ai që ruhet dhe bën durim, s'ka dyshim Allahu nuk humb shpërblimin e punëmirëve. Ata than, pasha Allahun është e vërtet se Allahu të ka lartësuar mbi ne, kurse ne vërtet ishim fajtor. Ai tha, sot nuk ka qortim kundër jush, Allahu ju falt juve, ai është më mëshirues i mëshiruesve. Ju shkoni me këtë këmishën time dhe hidhni atë babait tim në fytyrë, e ati do t'i kthehet të pamët, e pastaj ejani tek unë me tërë familjen time. U nisën dhe posa u ndan devet për qytetit, i ati i tyre tha, unë po e ndjej erën e Jusufit, mos më konsideroni të matufosur, këtë i a tha familjes së vet në Palestinë. Ata që ishin prezent, thanë, për Allahun ti vërtet çmtoi në humbje. E kur erdhi myshdegjiu, i avuri atë këmishën mbi fytyrën e tij. Ati ju kthye të pamët dhe tha, a nuk ju thash se unë di nga Allahu çka ju nuk dini? Ata thanë, o baba ynë, lutu për neve të na falen mëkatet tona, se me të vërtet ne kemi qenë fajtor. Më vonë do të kërkoj Zotit tim faljen tuaj, dhe ai, Jakubi, se vërtet
Ai është që falë, është mëshirues. E morën familjen dhe shkuan, e kur hynte Jusufi, ai i afroi nga vete të dy prindërit e tij dhe tha: "Me dëshirën e Allahut hyni në Egjipt të sigurt." Dhe ai të dy prindërit e vet i mori lart në fron, i uli pranë vete dhe ata i u përulën atij. E ai tha: "O ati im, kjo është domethënia e ëndrrës sime të mëparshme. Zoti im, këtë tani më e bëri realitet, e mua më dhuroi mirësi kur më nxori prej burgut. E juve u sollin nga fshati pasi djalli pa të futur për qarje ndërmjet meje dhe vëllezërve të mi. Zoti im, me mjeshtri e butësi realizon dëshirën e vet për çka don. Vërtet ai është i dijshmi i urti." Pasi i u plotsua dëshira e Jusufi tha: "Zoti im, ti më ke dhënë mua pushtet, më mësoa mua komentimin e ëndrave. O krijues i qiejve e i tokës, ti je kujdestar imi në dynja e në ahiret. Më bën të vdes musliman dhe më bashko me të mirë." Këto janë nga ato lajme të panjohura e ne po t'i shpallim ty, Muhammed, se ti nuk e qenë pranë tyre kur ata vendosen çështjen e tyre, hudhjen e Jusufit në bunar dhe kur bënin dredhi. Po ti, edhe pse lakmon për besimin e tyre, shumica e njerëzve nuk të besojnë. Megjithatë që ti nuk kërkon prej tyre ndonjë shpërblim për të për këshill dhe udhëzim. Ai, Kurani, nuk është tjetër vetëm se këshill për mbar njerëzit. Sa e sa argumente ka në qiell e në tokë, të cilët i shohin, por ata nuk i vështrojnë fare. Dhe shumica e tyre nuk e beson ndryshe Allahun vetëm se duke i shoqëruar zota të tjerë. A mos janë siguruar ata prej dënimit që mund t'u vijë nga Allahu e t'i mbuloj, ose befas duke mos e hetuar fare t'u vijë katastrofa e përgjithshme. Thuaj, kjo është rruga ime, e vën në fakte të qarta, e që unë thras të Allahu, unë dhe ai që vjen pas meje. Larg të metave është Allahu, e unë nuk jam nga idhujtarët. Ne nuk dërguam para teje vetëm se burra nga banuesit e qyteteve, të cilit të pajisën me shpadhje. A nuk udhëtuan ata në për tokë e të shihnin se si ishte përfundimi atyre që ishin më parë? E s'ka dyshim se jeta e botës së ardhshme është shumë më e dobishme për ata, të cilët janë ruajtur, a nuk mendoni? Nuk dërguam tjetër vetëm burra e ndihmë u vonua, derisa të dërguarit gati e humnin shpresën se do t'i besoj populli dhe menduan se u përgënjeshtruan pse ende nuk i kapi dënimi, atëherë u erdhe atyre të dërguarve ndihma jon. Ne e shpëtuam atë që dashtëm, e dënimi ynë kundër popullit idhujtar nuk zbrapset. Në tregimet e tyre të dërguarve dhe të Jusufit me vëllezër, pati mësime e përvoj për të zotët e mendjes. Ai, Kurani, nuk është bisedë e trilluar, por vërtetuesi i asaj që ishte më parë, librave të shenjta dhe sqaruesi çdo sendi, edhe udhërrëfyes e mëshirë për një popull që beson. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Elif, Lam, Mim, Ra. Këto ajete të kësaj kapitine dhe e tërë ajo që t'u shpall ty nga Zoti yt janë realitet, por shumica e njerëzve nuk besojnë. Allahu është ai që ngriti qiejt pa ndonjë shtyllë, ju i shihni ato, ai bizotëroi arshin dhe nështroi diellin e hënën, që çdo njeri udhëton deri në një afat të caktuar. Ai rregullon çështjen e gjithësisë, sqaron argumentet që të jeni të bindur për takimin pas ringjalljes me Zotin tuaj. Dhe ai është i cili tokën e shtriu dhe në të krijoi kodra e lumenj dhe prej secilit frut bëri dy lloj, qift, bëri që nata ta mbuloj ditën. Vërtet, në të gjithë këtë ka fakte për njerëzit që thellë mendojnë. E në tokë, copa sipërfaqes të ngjitura njëra me tjetrën, kopshtet e hardhis, të mbjedha, të lloj-llojshme, dhe hurma bim këto, që janë të degëzuara në shumë trupa dhe jo të degëzuara nga një filis, e të gjitha ujitën nga një ujë, dhe ne shihen në ngrënie të frutave të tyre e kemi dalluar njërin prej tjetrës. Edhe kjo dëshmon me argumente për njerëzit e shmençur. E nëse ti, Muhammed, çuditesh përse të përgënjeshtrojnë, është edhe më e çuditshme thënia e tyre, a do të kemi krijim të ri pas se të jemi bërë dhe.
Këta janë ata që mohuan Zotin e tyre, ata do të ndëshkohen me pranga në qafë, pra këta janë banues të zjarit ku do të qëndrojnë përgjithmonë. E ata prej teje kërkojnë ngutjen e zbatimit të së keqes para të së mirës, edhe pse para tyre pati aso dënimesh, por nuk kanë marrë mësim. S'ka dyshim se Zoti yt u fal njerëzve mëkatet e tyre, por s'ka dyshim se Zoti yt është edhe ndëshkues i rrept. Ata të cilët nuk besuan thonë, pse të mos i ke zbritur atij Muhamedit ndonjë argument mrekulli praktike nga Zoti i tij? Ti je vetëm qortues, çdo popull pa t'u udhëzues pejgamber. Allahu e di se ç'bart çdo grua dhe e di çka pakësojnë e çka shtojnë mitrat. Tek ai çdo send është me mas të caktuar. Ai është që di të fshehtën dhe të dukshmen, ai është i madhëruari e i lartësuari. Për të është njësoj në dijen e tij, si ai që fsheh prej jush thënien, si ai që e shpreh haptazi, si ai që vepron fshehtas natën në errësi të natës dhe si ai që vepron haptazi ditën. Ai, njeri, ka përcjellës një pas një, para ti dhe prapa ti, që me urdhërin e Allahut e ruajnë atë. Allahu nuk e prish gjendjen e një populli, nuk ka largon të mirat, përderisa ata ta ndryshojnë veten e tyre. Po, kur Allahu vendos ta ndëshkojë një popull, atë nuk ka kush që ta zbras. Ata, njerëzit, nuk kanë mbrojtës tjetër pos tij. Ai është që u shfaq vetëtimën trishtuese nga ndonjë fatkeqësi, por edhe shpresdhënëse për shi dhe formulon rreth të dendura. Ndërkaq, murmurima madhëron Zotin një me falendrimin që i takon e tij, e madhrojnë edhe engjëjt nga droja ndaj tij. E ai dërgon rufet dhe me ato godet këtë dëdoj, ndërsa i dhujtarët polemizojnë rreth Allahut e ai është ndëshkues i rrept. Lutja e vërtet është vetëm ajo drejtuar atij, e ata që u luten të tjerëve pos tij, ata nuk u përgjigjen atyre asgjë tjetër. Gjendja e tyre është vetëm si e atij që shtrin duart prej së largu ka ujë, që ai uji t'i arri deri në gojën e tij, por uji nuk do të arri, sepse uji është vend i vdekur e nuk kupton për etjen e tij. E lutja e jo besimtarve drejtuar për Zotit nuk është tjetër vetëm se dështim, kotësi. Gjithçka ka në qiej e në tokë i bën sejdë vetëm Allahut me dëshirë ose me dhunë, i bëjnë sejdë edhe hijet e tyre në mëngjes e në mbrëmje. Thuaj, kush është Zoti, krijuesi i qiejve e i tokës? Thuaj, Allahu. Thuaj, a keni pranuar pos tij zota që nuk kanë mundësi t'i sjellin as dobi e as dëm vetvetes? Thuaj, a është i barabartë i verbëri me atë që sheh, ose a janë të njëjta errësirat me dritën? A mos i bën Allahut shok, idhuj, edhe ata zota krijuan si krijoi ai, dhe atyre u është bërë i ngjashëm, i paqartë krijimi, e nuk po din se cili është krijimi i Zotit e cili i idhujve. Thuaj, Allahu është krijues i çdo sendi, ai është i vetmi nga dhënjues. Ai e lëshon ujin, shiun nga qielli e sipas mallësisë së tyre rrjedhin përrocka, kurse vala bart mbi vete shkum të fryer lart. Shkuma e ngjashme është edhe ajo kur shkrihet metali në zjarr për të përfituar ndonjë stali ose ndonjë mjet. Kështu Allahu sqaron shembullin e të së vërtetës dhe të pavërtetës. Përsa i përket shkumës së ujit apo të metaleve, ajo hidhet si mbeturin, ndërsa ajo që u sjell dobi njerëzve, ajo mbetet në tokë. Kësaj Allahu i sjell shembujt. Atyre që i janë përgjegjur Zotit të tyre u takon shpërblimi më i mirë, ndërsa ata që nuk ju përgjegjen atij, ata do të japin si kompenzim, sikur të ishte e tyre aq shumë sa e gjithë pasuria tokësore edhe një herë aq. Ata kanë llogarinë më të rëndë, venstrehimi i tyre është xhehenemi që është trat i keq. A është i njëjtë ai që e di se ajo që tu shpall ty nga Zoti yt është e vërtetë, si ai që është i verbër? Vetëm njerëzit e arsyeshëm që kanë mendje të shëndosh e kuptojnë të vërtetën. Ata janë të cilët e zbatojnë besën e dhënë Allahut dhe nuk e thyen zotimin. Dhe ata që e mbajnë lidhjen për të cilën Allahu ka urdhëruar të mbahet, që friksohen nga Zoti i tyre dhe nga llogaria e rëndë e përgjegjësisë.
Edhe ata që patën durim ndaj të këqijave për të fituar kënaqësinë e Zotit të tyre dhe që e falen namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam ata, kanë dhënë fshehtas e haptas dhe me të mirë e largojnë të keqen. Të tillët kanë përfundim më të mirë. Përfundimi i mirë është xhenetet e Adnit, vende të përjetshme, ku do të hyjnë ata, edhe prindërit, gratë dhe fëmijët e tyre, të cilët kanë qenë vepërmirë, ata do t'i vizitojnë engjëjt duke hyrë në secilën derë. U thonë, selamun aleikum, me durimin tuaj gjetët shpëtimin, sa përfundimi lavdishëm është ky vend. E ata që e thyen besën e dhënë Allahut pas u patën zotuar, e këpusin atë për të cilin Allahu ka urdhëruar të jetë e pakëputur, bëjnë shkatërime në tokë, ata janë të mallkuar dhe ata kanë përfundim të keq. Allahu i ofron furnizim me bollëk atij që do dhe i akufizon atij që do. Po ata, jo besimtarët, janë të gëzuar me jetën e kësaj bote, e jeta e kësaj bote ndaj botës tjetër nuk është tjetër vetëm se një përjetim i shkurtër. E ata që nuk besuan, i dhujtarët Mekas, thonë, përse nuk ju shpall Muhammedit ndonjë mrekulli nga Zoti i tij? Thuaj, ju shpall Kurani, por ju u verbuat. Allahu e le të humbur atë që do, kurse atë që pendohet nga të këqijat e shpije në rrugë të drejtë. Ata që besuan dhe me të përmendur Allahun zemrat e tyre qetësohen, pra ta dini se me të përmendur Allahun zemrat stabilizohen. Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu ne të dërguam te një popull para të cilit kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke e mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai, Rahmani, është Zoti im, nuk ka Zot tjetër pos tij, vetëm atij jam mbështetur dhe vetëm te ai është e ardhmja ime. Sikur të ishte ndonjë Kur'an që me të do të ecnin malet, që me të do të plasej toka, që me të do të flisnin të vdekurit, është ky. Jo, ata nuk besojnë se e tërë çështja i takon vetëm Allahut. A nuk e kanë të qartë ata që besuan se, sikur të donte Allahu, do t'i drejtonte në rrugë të drejtë të gjithë njerëzit, por ata që nuk besuan e për shkak të asaj që bën, do t'i godas vazhdimisht fatkeqësi e kohës, ose do t'a rrehoj fatkeqësia vendin e tyre, derisa të vijë urdhri i Allahut e të triumfojë Islami. Allahu nuk e thën premtimin. Edhe me të dërguarit para teje kanë bërë tallje, por se unë atyre që nuk besuan u pata dhënë afat, pastaj ndëshkova me dënim, e çfarë ishte dënimi im? A është ai që përcjell secilin njeri se ç'vepron, sikur idhujt që nuk kuptojnë asgjë, e ata i përshkruajnë Allahut shok? Thuaj, përshkruani realitetin e tyre, a ju po e njoftoni atë për atë shok, kinse ai nuk po dit ka se çka në tokë, apo vetëm po e imërtoni me fjalë, e ata as që ekzistojnë. Jo, por ata që nuk besuan u duket e mirë dredhia e tyre, ndaj janë larguar nga rruga e drejtë, dhe atë që Allahu e lë të humbur për te nuk ka udhëzues. Ata kanë dënim në jetën e kësaj bote, e s'ka dyshim se dënimi i botës tjetër është shumë më i rëndë. Ata nuk ka kusht t'i mbrojë prej ndëshkimit të Allahut. Shembulli, atributi i xhenetit që u është të premtuar të devotshëmve është që nën pallatet të rrjedhin lumej, që ushqimi në të dhe hija në të është e përhershme. Ai është përjetimi i lumtur i atyre që ishin të ruajtur, e përfundimi i jo besimtarëve është zjarri. Ata të cilëve ne u dham shpallje, gëzohen me atë që tu shpall ty, e ka prej grupacioneve të besimeve të ndryshme që mohojnë një pjesë të tij të Kuranit. Thuaj, unë jam urdhëruar që të adhuroj vetëm Allahun e mos t'i bëj shok atij. Unë vetëm tek ai thras njerëzit dhe vetëm tek ai është kthimi im. Dhe ashtu ne e shpallëm atë Kuranin kushtetut në arabishte, e nëse ti, pasi të kanë ardhur argumente të qarta, shkon pas dëshirave të tyre, ti nuk je prej Allahut as ndihmë as mbrojtje. Ne dërguam edhe para teje të dërguar dhe atyre u mundsuam të kenë graj fëmijë.
Asnjë të dërguari nuk i takoi të sjellë ndonjë mrekulli vetëm me lejen e Allahut. Për secilin afat ekziston evidencë e caktuar. Allahu shlyen nga ajo evidencë çka të doj, edhe forcon çka të doj. Vetëm tek ai është baza e librit, levhi mahfudhi. Ne mund të mundsojmë ty ta shohësh atë dënim që u premtojmë atyre, ose ta marrin shpirtin ty. Obligim yti është vetëm kuptimi, kurse jona është llogaria. A nuk shohin ata se ne i sjellim pakësimin e tokës së tyre nga të gjitha anët e saj? Allahu gjykon e s'ka kush që mund t'i kundërvihet gjykimit të tij. Ai ndërmerr mas të shpejt. Edhe ata jo besimtarët, para tyre i dhujtarëve bën intrigë, po e gjithë intriga është e nënshtruar dëshirës së Allahut. Ai e di se çka vepron secili njeri, e mohuesit do të kuptojnë se kujt do t'i takoj ardhmëri e lumtur. E ata që mohuan thonë, ti nuk je i dërguar, thuaj, mjafton që Allahu është dëshmitar midis meje dhe midis jush, dhe është dëshmitar ai që ka njohuri të librit të shpalljeve. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Ky është libër, ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit të nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, të nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit të falendëruarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka çka në qiell dhe çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj, të tillët qartas janë në humbje. Me asnjë nga të dërguarit nuk e dërgua ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre në atë gjuhë. E Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi, i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentet tona dhe i tham, nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujto atyre të mirat e Allahut që u dhuroi, se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues. Përkujto kur Musai i tha popullit të vet, përkujtoni e dhuntinë e Allahut ndaj jush, kur ju shpëtoi prej rrethit të faraonit që ju shijonin dënimin më të shëmtuar, ju mbytnin mbi tuaj e lënin gratë tuaja të jetojnë. Në ato kishit sprovë të madhe nga Zoti juaj. Dhe përkujtoni kur Zoti juaj njoftoi bindshëm, nëse falenderoni do t'u ashtoj të mirat, e nëse përbuzni s'ka dyshim, dënimi im është i vështirë. E Musa i tha, nëse ju dhe të gjithë ata që janë në tokë mohoni, Allahu është i panevojshëm për falënderim, i lavdishëm vetvetiu. A nuk jeni të njohur me lajmin, dodhin e atyre që ishin para jush, si popullin Nuhut, i Adit, i Themudit, edhe i atyre që erdhën pas tyre, që nuk di kush për ta pos Allahut. Atyre u patën ardhur të dërguarit e vet me argumente. Ata i vënin duart e tyre në shenjë talljeje në gojët e veta dhe thonin: ne e mohojmë atë me çka jeni të dërguar dhe ne dyshojmë shumë në atë që ju na thrisni. Të dërguarit e tyre u than: a mos keni dyshim në Allahun, krijuesin e qiejve të tokës? Ai ju thret në besim për t'ju falur mëkatet dhe për t'ju vazhduar jetën deri në një afat të caktuar. Ata than: ju nuk jeni tjetër pos njerëz siç jemi edhe ne, ju dëshironi të na pengoni nga ajo që adhuronin prindërit tan, pra na sillni ndonjë argument të qartë. Të dërguarit e tyre ju than: ne nuk jemi tjetër vetëm se njerëz si edhe ju, por Allahu i jep dhurat kujt të doj nga robët e vet. Ne nuk na takon t'ju sjellim ndonjë argument, vetëm me dëshirën e Allahut, pra besimtarët le të mbështeten vetëm Allahut. E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzojë në rrugën tonë të drejtë? Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bi, e vetëm Allahut le të mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë i u mbështeten. Ata që mohuan të dërguarit e vet thanë: për Zotin, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë, ose ju domosdo do të ktheheni në fen ton.
e atyre të dërguarve, Zoti u shpalli, ne gjithqysh do t'i shkatrojmë zullumqarët. Dhe pas tyre, ne do t'ju vendosim në atë tokë, e këtë ndi për atë që i friksohet pranisime dhe i friksohet dënimit tim. Ata të dërguarit e kërkuan ndihmën, ndërsa çdo kryelart i dhnak pësoi dështim. E pas ti kryelartit është xhehenemi në të cilin u jepet ujë të ndyrë që rrjedh prej lëkurave të djegura. Përpiqet ta përbi, po nuk mund ta gëlltis atë, atij i vjen vdekja nga të gjitha anët, sipas shenjave shkatëruese, po ai nuk vdes e të shpëtoj prej vuajtjeve, atë e pret dënim shumë i rënd. Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është si hiri, të cilin me puhi e shkapërder era në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asgjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e ke kuptuar ti se Allahu krijoi qiellin dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijesë, popull të re. E kjo nuk është vështirë rënd për Allahun. E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut, ata të dobëtit masa e nështruar u thon Paris u lëheqse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj a mund të na lehtësoni diç nga dënimi i Allahut? Ata paria thon: sikur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne tash është njësoj, u pikëlluam thedh ose duruam, për ne nuk ka ikje shpëtim. E pasi të kryhet çështja, të hyjnë ata të xhenetit dhe të xhehenemit në të, xhehenem linjve djalli u mban ligjëratën e shëmtuar dhe u thot: vërtet, Allahu ju pat premtuar premtim të vërtet, e unë ju pata premtuar dhe që nuk zbatova premtimin ndaj jush. Po unë nuk pata kurfar pushtetin ndaj jush që t'ju detyroj, përpos që ju thira në rrugë të gabuar, e ju mu përgjigjet. Atëherë, pra, mos më qortoni mua, por qortoni e veten. Unë nuk mund t'ju shpëtoj juve, e as ju nuk mund të më shpëtoni mua. Unë mohoj shoqërimin tuaj që më bët mua më parë, me adhuratat në vend të Zotit. S'ka dyshim, jo besimtarët kanë dënim të dhemshëm. E ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira, me urdhrin e Zotit të tyre u vendosën në xhenete, në pallatet e të cilave rrjedhin lumenj, ku do të jenë përgjithmonë. Përshëndetja e tyre në të është selam, paqe. A nuk e kuptuar se ai Allahu bëri shembull, fjalën e mirë si pepa e mirë që rrënjët e saj janë thellë në tokë, e degët e saj janë lartë. E që me vullnetin e Zotit, ajo e frutin e vet në çdo kohë. Allahu pra u parashtron njerëzve shembuj ashtu që ata të mendojnë. Dhe shembulli fjalës së keqe si një pemë keqe që është kulur mbi tokë e që nuk ka të qëndruar. Allahu forcon ata që besuan në fjalën e fortë, të mirë, në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër, ndërsa mizorët Allahu i bën të humbur. Allahu punon çka të doj. A nuk i vërejtë ata që dhuntin e Allahut e ndëruan me bosbesim dhe popullin e vet e sollën në vendin e shkatrimit. E sollën në xhehenem, në të e shijojnë djegjen, e sa vend i keq është ai. Ata i bënin, krahasonin shok Allahut për të shmangur njerëzit nga rruga e tij. Thuaj, shfrytëzoni për hetimet se ardhmja juaj është e zjarri. Robëve të mi me të cilët besuan, thuaju, të falin rregullisht namazin dhe me atë që i furnizuam ata, të japin fshehtas e haptas para se të vijë një ditë që në te nuk ka as kompensim as miqësi. Allahu është ai që i krijoi qiellin dhe tokën, dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi, e me të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj e vuri në shërbim anijet të lundrojnë në përdet me urdhrin e tij, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumenjt. Për ju nështroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe ai ju dha gjithë atë që e kërkuat, që kërkoi nevoja juaj, dhe edhe në qoftë se përpiqeni të numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini të përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës. Përkujto kur Ibrahimi tha: Zoti im, bëne këtë qytet të sigurt
dhe më mbro mua e bitë e mi nga udhërimi i idhujve, statuja gurësh. Zoti im, ata vërtet i shmangin nga rruga e drejt shumë njerëz, e kush më respekton mua, ai është i mi në fe, e kush më kundërshton mua, atëherë ti je që fal dhe që më shiron. Zoti ynë, unë një pjesë të familjes sime e vendosa në një lugin, ku nuk ka bim, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë. Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata dhe për të falendruar me mirënjohje furnizoj ata me fruta. Zoti ynë, s'ka dyshim se ti e di çka fshehin dhe çka publikojmë, se Allahut nuk mund të fshihet asnjë send në tokë e as në qiell. Falëndërimi i qoftë Allahut, i cili në pleqëri më fali mua, Ismailin dhe Isakun. Vërtet, Zoti im dëgjon dhe i përgjigjet lutjes. O Zoti im, më bën mua nga ata që falin namazin, e edhe prej pasardhësve të mi dhe pranoje lutjen time, o Zoti ynë. Zoti ynë, më fal gabimet, mua edhe prindërve të mi, fali edhe të gjithë besimtarët ditën kur jepet llogaria. E ti, kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumçarët. Ai vetëm është duke i lënë ata përderisa një ditë në të cilën syt shtangen besin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke i ngritur kokat e tyre lart, nuk lëvizin sytë e tyre për të shikuar, e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika. Dhe ti tërhiqu vërejtjen njerëzve për ditën kur atyre do të vijë dënimi, e ata që ishin mizor thonë: Zoti ynë, na jep afat për një kohë të shkurtër, ti përgjigjemi thirrjes tënde për besim dhe ti pasojmë të dërguarit. A nuk u betuat ju më parë se për ju nuk ka lëkundje prej dynjas në botën tjetër? Dhe ju u vendosët në vembanimet e atyre që e dëmtuan vetveten, e ne i shkatëruam dhe e kishit të qartë se si vepruam ne me ta, dhe ju sollëm shembuj edhe juve. Megjithatë, ata përgatitën kurthin e tyre, por kurthi i tyre gjendet në duart të Allahut, qoftë ai kurthi i tyre që shkulën edhe kodrat nga ai. E kurse si, mos mendo se Allahu e shkel premtimin e vet që u dha të dërguarve të tij. Allahu është triumfues që ndërmerr masa ndëshkuese. Ndërshkon kundërshtarët ditën kur toka ndryshohet në tjetër tokë, e edhe qiejt në tjetër qiej, e ata njerëzit të gjithë dalin sheshazi para Allahut, një bizotërues. E idhujtarët atë ditë i shet të lidhur në pranga. Petkat e tyre janë nga katrani, peshkveja, zifti, kurse fytyrat e tyre do t'i mbuloj zjarri. Dalin para Zotit për ta shpërblyer Allahu secilin njeri me atë që e fitoi. Vërtet, Allahu është llogaritar i shpejt. Ky Kurani është kumtes për njerëz që me të këshillohen dhe të dinë se ai është vetëm një Zot, dhe që t'i këshilloj ata që kanë mend.